When I was 13, I watched my home in Kosovo go up in flames, along with 20 years of my father's artwork. And the violins my father and sister played, gone. My sister Yulka never played violin again. I felt powerless, but I am not that powerless anymore. Pamjet që po shfaqim në ekran janë fiksuar nga kamera e pasqyrës shqiptare të shtunën në mbrëmje, më 22 nëntor në mjediset e reja të konsullatës së përgjithshme të Kosovës në Toronto. Kjo është ceremonia përruese e shoqatës më të re shqiptaro-kanadeze, Artiste Foundation, një ide dhe nisme gazetares Arta Rexhepi. Merrnin pjesë veprimtar në komunitet, trupi diplomatik i Shqipërisë dhe Kosovës në Kanada, artistë e tjerë. Në vijim, kronika e zgjeruar. Faleminderit gjithëve, kjo është shtëpia juaj, shtëpia e gjithë shqiptarëve tashmë në Toronto, edhe i ftojmë gjithë që kanë projekte të tilla të vinë edhe të shprehin, të prezantojnë para gjithë publikut tonë. Faleminderit gjithëve, ju dëshiroj shumë sukses në këtë projekt juaj, edhe shpresoj që të keni sa më shumë evente të tilla edhe këtu po edhe në vende të tjera në Kanadë. Faleminderit shumë. Arta, mirë se gjeta këtu në mjediset e konsullatës përgjithshme të Kosovës në Toronto. Faleminderit shumë. Dhe për gëzime, urime për themelimin e shoqatës. Një prezantim të shkurtër të kësaj shoqate duke filluar me emrin si quhet dhe me çfarë misioni e keni krijuar? Së pari, faleminderit shumë për urimet. Unë jam Arta Rexhepi dhe fondacioni im që kam themeluar quhet Artiste Foundation. Është një emër ndoshta pak çuçarak se emri im si më ka thirr familja ime, gjithmonë ka qenë artiste, por besoj ajo shpjegon shumë sepse artiste nuk është vetëm një emër, por është një identitet, sepse unë besoj që asgjë nuk na bashkon më shumë se arti. Dhe misioni jon është që të jemi aty në mënyrë artistike, në mënyrë kreative, me ju dhonë zë, grave dhe femrave nga të gjitha fushat e jetës. Ne e kemi një fokus të komuniteti shqiptar, por i mirëpresim gratë nga të cilat janë refugees dhe ato që kanë ardhur së pari në Kanadë, sepse besoj që ne jemi këtu në një vend që ka shumë diversitet dhe derën e kemi hapur për të gjithë dhe ne do shërbojmë të gjitha gratë që kërkojnë ndihmën tonë, qoftë ajo të shërimit tyre, qoftë ajo për çfarë do arsye që ka gjetë jetën e re në Kanada, sepse ti mundesh më kanë nan, po edhe mundesh me qenë edhe artiste. Gratë ndonjëherë mendojnë unë jam nan dhe ky është fundi i karrierës time, ose unë kam marrë në Kanadë si refugjate dhe duhet me lënë muzikën tash sepse është një vend i ri dhe nuk ka mundësi, por unë kam provuar vetë dhe familja ime në jetën tonë që Kanada ka mundësi për të gjithë, nuk do të thotë që është e lehtë as pak, i kam pas ato vështirësitë mia, por nuk është e pamundur dhe ne domi të enkurajojmë gratë që është e mundur edhe të jesh nanë edhe të jesh artiste në Kanadë, se Kanada na jep ato mundësitë dhe domi me ju thonë që nuk je vetë. Ne jemi këtu për të ju ndihmuar juve dhe besoj që kemi me pas sukses dhe sot është një ditë që po e shohim një mbështetje shumë të madhe nga komuniteti shqiptar dhe jemi shumë të lumtur. Mund të më bësh të lutem një prezantim të shkurtër të kolegeve anëtare të bordit të kësaj shoqate, cilat janë ato? Faleminderit, unë kam një nder shumë të madh që këto gratë u përgjigjen misionit tim së pari. Disa nga anëtarët e Board of Directors janë Venesa Sulemani, vajza e mbijetuares Shëritës Sulemani, kemi Blerina Rukaj, Iliriana Latifi,
Belinda Lahu, Shkëndije Ibishi, Flutra Mazreku Sibek, Edlira Cini, edhe ajo është pjesë antarëve të grupit tonë, dhe e kemi edhe Arnisa Morina, e cila është avokate këtu në Kanadë, e cila ka si refugjate këtu në Kanadë. Dhe këto janë të gjitha gra të forta, dhe gra që janë shumë inspiruese, jo vetëm për mua edhe për komunitetin të tjerë, dhe eventi jonë ka dhënë sa punën already, ato që dhe dashurinë që e kanë sjellë në mision dhe që dojnë më konë atë për gratë të tjera, për gjithçka që i duhet atyre. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Zonja dhe zotrinj, mirëmbroma dhe mirë se erdhët. Unë jam Blerina Ruka dhe është një nder që jam sonte përpara këtu si pjesë e fondacionit The Artiste Foundation, por edhe si moderatore. Kam udhëtuar nga Montreali në Toronto këtë fundjavë për të mbështetur idenë e Arta Rexhepi për fondacionin The Artiste Foundation. Në fakt jemi këtu për të qenë bashkë në emër të disa vajzave, disa grave, të cilat do zhvillojnë projekte arti e kulture, por edhe do të sjellim në vëmendje histori të patreguara të një kohe pak të errët shoqërisë shqiptarëve të Kosovës, kur kanë emigruar në Kanada, dhe pse ata kanë vendosur të largohen, dhe si e rikthejnë dritën e jetën tyre. Për këtë The Artiste Foundation do të jetë aty për t'i ndihmuar, për të përgëzuar, për t'i suportuar dhe sigurisht edhe për të ndërtuar projekte që do të marrin jetë së shpejti. Më duket se është hera e parë që dëgjoj një shoqat të përbëhet nga shqiptar, në rastin tuaj shqiptare, femra, të cilat nuk jetojnë në një qytet. E shikoni këtë si një sfidë? Është challenging, sfidante si risi, por sigurisht që ne gjithë jetojmë në shekullin e digitali dhe kemi më së thjesht takohemi nëpërmjet platformave të ndryshme online dhe këtë vazhdojmë e bëjmë deri në ndërtimin e projektit sotëm, që është dita e promovimit. Ne kështu jemi takuar, disave për cilave dhe i kam takuar për herë të parë, ama kështu do të vazhdoj të jetë, por është shumë interesante nëse projekti do të takohet herë tjera në pika të ndryshme, në provinca të ndryshme të Kanadas, për sjellë risi tjera të cilat sigurisht do të ngelen projekte në plan. Çfarë duhet të dinë njerëzit, si mund të drejtohen, si mund t'ju kontaktojnë, nëse duan t'ju mbështesin, ose nëse kanë propozime për bashkëpunime? The Artiste Foundation do të ketë shpejt një website, ajo ka format e veta të kontaktit, do të jetë në gjitha platformat e rrjeteve sociale. Unë do të jem mbështetëse e mbulimit mediatik të saj, patjetër për sa kohë do të kem Albania Montreal Press pjesë timen, ama edhe të gjitha vajzat gjithashtu do të gëzojnë emailet e tyre dhe kontaktet e tyre për të ofruar ato, por dhe të tjerët ne suport të vazhdueshëm për të ardhmen për të vazhdim. Shikoj që ju doni t'i jepni grave fuqi, por gjithmonë një grua e fuqishme vjen nga një familje fuqishme, ku figura e babait është e pranishme. Një grua e fuqishme është ajo që ka në krah një bashkëshort të fuqishëm, ose një grua e fuqishme është ajo që ka djem të fuqishëm që e përkrahin anën e tyre. Si shikoni raportin me burrat? Kjo është një pyetje shumë e mirë, sepse unë vi nga një familje artistike, siç e din, dhe mbështetja më e madhe në jetë ka qenë për mua babi im. Ai ka qenë shtylla e jetës tem për mua, për gjithçka, sidomos se unë kam qenë si një fëmijë ndoshta me ambicie shumë të mëdha, dhe të tjerët nuk e kanë pa vizionin tim, por babi im gjithmonë e ka pa vizionin tim. Dhe në pikturat e tina unë gjithmonë kam pa story. Edhe një gjë që më ka inspiruar gjithmonë babi im, thoshte Arta, nëse nuk e shef një vizion ku je, është si piktura, ndryshoj pozitën prej ku jeti, dhe atëherë e shef the full picture. Pra ju e njihni autoritetin, respektin që buron nga figura e babait. Atëherë si shpjegohet që në bordin e shoqatës nuk ka asnjë burr? Është një pyetje shumë e mirë. Ne kemi plane që të rritemi. Mendimi jonë është se nuk mundet me pas as shoqatat e grave, as shoqatat e burra para mbështetjen e njëri tjetrit. Por misioni jonë është mi dhoni mbështetje të madhe grave.
dhe na i kemi disa aplikues edhe burra dhe shpresojmë që t'i bim edhe disa burra në bordin ton. Së pari e kemi një burr, është vllai im Arbri dhe ai është creative director, se është një artist shumë i jashtëzakonshëm, por edhe ai e sheh vizionin tim. Dhe burra që i bijnë në bord duhet të jenë burra që e mbështetin vizionin e The Artista Foundation, sepse unë mendoj që nuk ka rritje për gra pa mbështetjen e burrave, se unë e kam pa në jetën time që lidha me babin tim, dhe ishte atë që ta bëj këtë point, që unë mbështetje më të madhe kam pas të një burr. Dhe unë e kuptoj që të gjitha vajzat edhe gratë nuk e kanë ata. Femra shqiptare ka shumë talent, ka shumë ambicie, talent, dhe kur ajo e ka lirin, të gjithë fitojnë. Burrat edhe gratë, edhe ne kemi nevojë për burrat, edhe burrat ka nevojë për ne, dhe we just want një bashkërish, një unity, një bashkim të dy genders. Atëherë edhe një pyetje të fundit, projekti juaj i parë, cili do të jetë? Nuk e di a dua ta zbuloj për projektin tonë të parë. Do të ketë natyrë artistike apo shoqërore? Është e mixed me të dyja, se vizioni jonë është me inkuadru artin për social change, për ndryshim shoqëror, dhe kjo do të jetë diçka që ka të dyja në përbajtje. Është kënaqësi e veçantë e mësonte në mesin tuaj në mbështetje të Artist Foundation, një iniciativë kjo e guximshme dhe që do të jep një dimension të ri fuqizimit të drejtave dhe rolit të gruas në Kanada, duke shndruar artin, kreativitetin dhe rrëfimin e historive personale në ura lidhëse mes komuniteteve, kultura, shteteve dhe shoqërive. Shpresoj dhe inkurajoj se përpjekje të tilla do të ndriçojnë jo vetëm përvojat individuale të grave të forta shqiptare, por edhe si mundësi për të nderuar historinë e për të mbrojtur kulturën e popullit tonë. Si përfaqësues i Republikës Kosovës, si ambasador në Kanada, duhet të theksoj mbështetjen tonë të plotë për këtë iniciativë, për këtë përkushtim. Bashkëpunimi ynë është dëshmi se Republika e Kosovës çmon jashtëzakonisht rolin e mërgatës, kontributin dhe fuqinë e grave për të qenë bartëse të zhvillimit kulturor, social dhe politik. Good evening, dear Adriatic, dear Kadri, Arta, Blerina, Shkëndije, Iliriana, Tringa, Belinda, Ernisa, dear Kathy, dear Mrs. Rugi Konde, our distinguished guest. I feel privileged and honored to be among all of you, and sorry if I just skipped any name. We're so many important women in Canada, and you're all beautiful, and you make the difference in this society. Thank you for the invitation. Thank you for the inclusiveness, but especially thank you for that amazing initiative, a huge responsibility beyond all your personal engagements, as it is well known that Albanian women are perfect at everything they do. Even though Albanians are considered as a small nation, our DNA has created strong, brave, clever, and invincible women from our roots. One remarkable example in Albanian history is the institution of Burneshat, or vowed virgins, which is unique to the Balkans and involves women taking on roles and obligations traditionally ascribed to men. These ladies, who took on the lives of men, demonstrate the extremes to which Albanian women have gone to play important position in their societies. Congratulations again, and never hesitate to ask for support and assistance from our institutions, and even in my case personally, because I am a woman as well. As the mother of two beautiful, successful girls, full of talents and skills, but unfortunately children of a very difficult childhood, not an easy path until they walk by themselves, as a professor of university for more than 2 decades, working with generations of young people and recruiting talents, I strongly encourage every single Albanian woman or man to never give up on your dreams. Do not compete with others, compete only with yourself. The last thing I need to state is the touching and encouraging quote from Frida Kahlo. Painting completed my life. I lost 3 children and a series of precious things that would have fulfilled my horrible life. I discovered that the concrete kind of passion and work is the best
therapy. The next decade cannot be a decade of confrontation and contention. We have to be all together. And the power of this bridge is woman power. Thank you and congratulations. Hello everyone, thank you all for coming. It's amazing to be here. My name is Belinda Ljoho, and today I want to introduce an amazing young and upcoming artist. She combines Albanian culture within her music, and I think all of you probably have heard her on TikTok or Instagram. She has a new EP out called Komplet. Go listen to it. Her name is Sahote, and I'm going to present you with the video. An Albanian-Canadian artist, producer, DJ, and multi-instrumentalist, Sahote blends electronic and left-field pop with the rhythm and emotion of her roots. Her sound is experimental, intimate, and unmistakably hers. This year, she released 2 EPs, bold, genre-bending projects that announce her as one of the most exciting young voices in the underground scene. And her music video, Perkan, has taken the internet by storm, gaining traction across TikTok, Instagram, and platforms worldwide. Her music continues to attract new listeners and build a rapidly growing following. Self-taught and fiercely independent, she writes, produces, and performs her own music. Hi everyone, my name is Sahote. I'm a Kosovar Albanian artist, and I've been living in Canada for the last 6 years now. I was born in Vancouver and raised in Kosovo, and I'm finishing my last week of university, so pray for me. My finals are next week. I'm very grateful to be here today, and I'm also very grateful to have been raised by some amazing women throughout my life. My mother and my older sister have kind of created this world for me where nothing was impossible, especially because I'm a woman. I never had that thought in my life. And only while growing up, I realized that that's not how everyone thinks. A lot of people don't have that. And I think that it's the responsibility of the community, the responsibility of the government, and the educational systems in place to reinforce that and to make sure that the generation that I was part of is the last that's gonna hear the words, "You can't do that because you're a girl." Di ka gjithë
sevda çüşatere zemraine rei taki papushine çüşatere zemraine rei taki papushine kurmuşkun sokakuti Sicilia svete sedi Kurmuşkun sokakuti Sicilia svete sedi Amostila di kajit kursili Autobus moja do face Amostila di kajit kursili Autobus moja do face Je vogël sa më s'ka Unë me ty kameran sevda Je vogël sa më s'ka Unë me ty kameran sevda Qysha tere